Një prej mëkateve më të mëdha, të cilat e zhytin njeriu në zjarrin e xhehenemit, është ngrënia e pasurisë së jetimit. Kjo, nga se jetimi zakonisht është me zemër të thyer. Ai e ka humbur baban, që do të kujdesej dhe do ta mbronte atë. Prandaj Islami e ka mbështjellë me dashuri, kujdes, mëshirë dhe dëmshuri. Na ka nxitur të kujdesemi për hakun dhe edukimin e tij dhe na ka josur për shpërblimin madhështor në bamirësi dhe kujdestari për jetimin. Nga Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë dhe kujdestari i jetimit në xhenet jemi kështu. Dhe bëri shenjë me gishtin tregues dhe gishtin e mesëm të ndarë pak, transmeton Buhariu. Në të kundërtën e kësaj, Islami shkeljen e jetimit, padrejtësinë ndaj tij, ngrënien e pasurisë së tij padrejtësisht dhe nënçmimin e tij i ka bërë mëkate shkatërruese dhe zhytëse. Ky mëkat e ndjek njeriu në dynja dhe i sjell poshtrim dhe turp, kurse në ahiret e zhyt në thellësinë e zjarrit të xhehenemit. Allahu i lartësuar thot: ata të cilët i hanë pasuritë e jetimëve padrejtësisht, në barqet e tyre fusin vetëm zjarr dhe do të hidhen në xhehenemin përvëlues.